Ju që mbushët bulevardin dhe rrjetet sociale me protestën tuaj, nuk protestuat kundër Shqipërisë që ne ndërtuam gjatë 3 mandateve të para, dhe këtu po ndaj pak posaçërisht ata, jo të pakt që ishin votues, mbështetës, apo dhe antarët e Partisë Socialiste. Po dhe ata që gjatë ditës ishin punë në shtetit dhe mbrëmje shkonin protestë. Ata nuk dolën në bulevardin e Flamingove për të mohuar transformimin e Shqipërisë, për të sulmuar qeverinë, apo për t'ju bashkuar këngës Rama jepe dorëheqjen. Ata që votuan për ne në qershorin e shkuar, dolën dhe u bashkuan me tjerët, edhe kur protesta drejtohej kundër meje, sepse forca e saj përgjithëse ishte më imponuese mbi ta se sa figura ime. Ata të administratës ku plot mund mos kenë votuar për ne, dolën dhe ata me tjerët sepse Shqipëria e re që ne kemi ndërtuar nuk jeton me hijen e zvjetrës, kur njerëzit flakeshin nga puna e shtetit, me farë dhe me fis, se shkonin në një takim tonin në opozit, se shkonin protest kundër qeverisë, as që nuk bëhe fjalë. Të gjithë bashkë ata qytetarë u mblodhen aq të shumt aty, kur sorrat dhe korbat nuk e kishin nxjerr ende kokën, sepse i çoi një nevojë e thellë. Një nevojë e brendshme për të përcjellë një mesazh më të fortë se sa përkatësia e tyre ndaj një partie apo se sa ngjyra e qeverisë